të nderuara familje të dëshmorëve, të martirëve, invalidëve dhe veteran të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar pjesëtar të organizatave të dalura nga lufta, shumë i nderuar nënkryetar i komunës së Prizrenit, zotri Kujtim Gashi, ju të nderuar koleg kuvendar drejtor, pjesëtar nga konsulata turke, nga Forca e Sigurisë së Kosovës, pjesëtar të policisë, përfaqësues nga QRTK, i nderuar prefekti i parë i komunës së Prizrenit, profesor Kadri Kryeziu, të nderuar përfaqësues të bashkësive fetare, të bizneseve, shoqëri civile, media, gjithë ju të pranishëm, mirë se erdhët në seancën solemne të ftuar për nder të 27 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Epopesë së 5, 6 dhe 7 marsit si një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e Kosovës. Kjo epope simbolizon sakrificën, guximin dhe vendosmërinë e popullit tonë për liri. Sot, këto data të marsit kujtohen me shumë nderim si ditë të lavdisë dhe krenarisë kombëtare. Me rastin e manifestimit të epopesë, kam kënaqësinë që fjalën t'ua kaloj përfaqësuesve të subjekteve politike, ftoj përfaqësuesin nga lëvizja vetëvendosje. Faleminderit kryesuese, të nderuar familje të dëshmorëve, martirëve dhe veteranëve të UÇK-s, shoqata të dalura nga lufta e UÇK-s, të nderuar udhëheqës të ushtrisë policisë së Kosovës, përfaqësues nga KFOR-i dhe konsullata turke, i nderuar i kryetar i parë i Prizrenit, zoti Kadri Kryeziu, nën kryetari Gashi, kolegë të nderuar, qytetarë të dashur të Prizrenit. Sot, pas 27 vitesh, me krenari kujtojmë ditët e epopesë së UÇK-s, 5, 6 dhe 7 marsin e 1998-s. Me krenari kujtojmë luftën e komandantit legjendar Adem Jashari. Me krenari kujtojmë sakrificën e madhe të jasharëve legjendar. Në ditët e epopesë së UÇK-s u sprovuan vlerat më të larta të kombit, trimëria, besnikëria dhe shpirti heroik i familjes së Jasharëve. Nuk ka përkufizim gjuhësor, historik dhe filozofik që kap për masat e kësaj sakrifice. Për masa e flijimit historik mori edhe dimensione legjendare. Në çdo përvjetore epopeje, ne do ta vëmë aktin e tyre në frazë, sepse edhe me mira fraza të themi, akti i tyre mbetet i pathënshëm. Epopeja e familjes Jashari u bë guri themeltar i lirisë dhe i shtetit tonë. Të nderuar të pranishëm, rezistenca dhe sakrifica sublime e familjes Jashari ishin dhe janë idealet për të mbrojtur lirinë dhe të drejtën për të jetuar në liri. Këtë ditë, ne nderojmë edhe të gjithë heronjt, dëshmorët dhe martirët, të cilët nuk kursyen jetën e tyre për të realizuar një ëndër që është bartur brez pas brezi lirinë. Ju faleminderit. Ju faleminderit zotri Axhillari, atëherë vazhdojmë me përfaqësuesin nga PDK. Faleminderit kryesuese, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid e veteran të luftës, të nderuar përfaqësues të bashkësive fetare, të nderuar përfaqësues të FSK-s, ultrashikimtar të UÇK-s, të nderuar pjesëtar të policisë, i nderuar nënkryetari i komunës zoti Kujtim Gashi, i nderuar kryetari i komunës zoti Kadri Kryeziu, të nderuar koleg ekzekutiv, media, shoqëri civile. Jemi mbledhur sot në këtë ditë të shenjtë për historinë tonë kombëtare, për të kujtuar, për të nderuar sakrificën e pavdekshme të komandantit legjendar Adem Jashari, familjes së tij dhe të gjithë luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që dhanë jetën për liri dhe dinjitetin tonë kombëtar. Epopeja e UÇK-s, e shkruar me gjak dhe sakrificë, nuk është thjesht një kapitull i historisë sonë, por themeli mbi të cilën qëndron sot shteti ynë i lirë dhe sovran. Shtëpia e Jasharëve nuk ishte thjesht një shtëpi,
por u kthye në një kështjell të pathyeshme të lirisë. Armiku mendoi se duke I vrarë ata, do ta shuante ëndrrën tonë për liri, por ndodhi e kundërta. Gjakimi për çlirim u bë edhe më I fortë, ndërsa ushtria çlirimtare e Kosovës u shndrua në forcën e pamposhtur të popullit tonë. Nga ky refleksion, jasharajt paraqesin në mënyrë emblematike historinë më të re të Kosovës. Le të mos harrojmë kurrë se liria që gëzojmë sot nuk na është dhuruar, është paguar me gjakun e dëshmorëve tanë. Lirinë sot po e paguajnë edhe shokët e Adem Jasharit, Hashimi, Kadriu, Rexha, Jakupi e shumë shokë të tjerë, të cilët për herë të fundit po dëshmojnë që lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk ishte një krim. Ajo ishte luftë çlirimtare, një betejë për të drejtat tona, për lirinë dhe dinjitetin e popullit tonë. Ne si brez që gëzojmë lirinë, kemi detyrë ta ruajmë dhe ta forcojmë këtë shtet. Kosova nuk duhet të jetë vetëm e lirë, por duhet të jetë e fuqishme, e drejtë dhe e begatë. Lufta për liri përfundoi, por lufta për drejtësi, për zhvillim dhe për një të ardhme më të ndritur vazhdon. Lavdi e përjetshme familjes Jashari, lavdi të gjithë të rënëve për liri dhe pavarësi. Faleminderit zoti Krasniqi, tani ftoj përfaqësuesin nga LDK. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalid e veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar anëtarë të kuvendit, përfaqësues të institucioneve, I nderuari prefekti I parë I Prizrenit, profesor Kadri Kryeziu, të nderuar qytetarë të Prizrenit, zonja dhe zotëri të pranishëm. Sot ne mbledhemi për të nderuar dhe kujtuar heroizmin dhe sakrificën madhështore të atyre që dhanë gjithçka për liri, që ne po gëzojmë. Data 6 dhe 7 mars në kujtojnë me krenari dhe mallë se çmimi I lirisë nuk matet vetëm me fjalë, por me sakrificë dhe dashuri të paparë ndaj atë dheut. Në këto ditë, zemrat e popullit janë të bashkuar në kujtesën e atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit. Komandanti Adem Jashari dhe familja e tij u kthye në simbol të qëndrueshmërisë dhe rezistencës ndaj padrejtësive, duke ndriçuar rrugën për të gjithë popullin që të luftojnë për të drejtën tonë themelore, lirinë. Sakrifica e familjes Jashari është një thirrje për gjeneratat e tashme dhe të ardhme që të ruajnë historinë tonë dhe të respektojmë ata që kanë dhënë gjithçka për lirinë tonë dhe të vazhdojmë rrugën e drejtë me përkushtim dhe unitet. Epopeja e UÇK-s nuk është vetëm një kujtim, por edhe krenari që na duhet ta mbajmë të gjallë. Është një amanet që na obligon të punojmë për një shtet të drejtë, demokratik, të zhvilluar ashtu siç e menduan dëshmorët tanë. Pa luftën çlirimtare, pa punën e jashtëzakonshme të presidentit historik Ibrahim Rugova, pa përkrahjen e miqve, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës, Kosova nuk do të ishte kjo që është sot. Lavdi burrave dhe grave që punuan, luftuan dhe dhanë jetën për lirinë e atë dheut. Lavdi komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari. Faleminderit. Ju faleminderit zoti Përgjoka, atëherë vazhdojmë me përfaqësuesin nga AK. Përshëndetje kryesuese, ekzekutiv I nderuar, përshëndetje përfaqësues të shoqatave të dola nga luta, zotëri Berisha, PiS, Purim, të nderuar direktor shënimtar të UÇK-s, Forca e Sigurisë së Kosovës, Shërbimi Policor I Kosovës, I nderuar profesor, ish kryetari I parë I Kuvendit të Komunës, po një herët dhe një veprimtar I Legales. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Media të nderuar, qytetarë të nderuar. Historia e popullit shqiptar në Kosovë e më gjerë është një histori dhe krenaria dhënshme.
ku me dekada dhe ndërshekuj luftuar për nder për të mbrojtur dignitetin e tyre nga okupos të ndryshëm. Mirë po kjo ishte një vulkan i pashuar, dhe së fundme nga represioni ushtarko-policor dhe politik i Serbisë u mundua që ta zhdukën dignitetin tonë. Përkundër përpjekjeve të Serbisë, shqiptarët vazhduan me përpjekjet e tyre për liri dhe shtet. Kjo bëri që Serbia të nohat celulat e para të UÇK-s, si edhe bëre sulmin dhe rrethimin e familjes Jashari. Sot e nisë 7 vite më parë, data 5, 6 dhe 7 mars e njohur si epopeja e UÇK-s, është ngjarje më kulmore e historisë që përcjell ndër viti lavdim e luftës për liri. Në krye me komandantin legjendar Adem Jashari dhe familjen Jashari. Ku në këtë ngjarje, Serbia u mundua që ta zhduk dhe ta gjonizoj popullin shqiptar, por nuk e arriti. Ku edhe 10 ditë më pas, ose më mirë të themi me 24 mars në Glogjanën e Radinëve u hap fronti tjetër dhe nga këtu në vazhdimsi UÇK filloi të organizohet në të gjithë territorin e Kosovës me ushtar nga vendi Shqipëri, diasporë, duke mobilizuar me një qëllim të vetëm. Duke bazuar jo në epërsinë ushtarake, por në vlera njerëzore dhe luftën e drejtë, ata u shndruan në pishtar të luftës qeveritare dhe gurd dhe mërtar për lirinë, demokracinë dhe pavarësinë e shtetit tonë, e cila nuk arrije kurrësi me mjete politike, por vetëm me mjete ushtarake. Pa luftën e drejtë të ushtrisë qeveritare të Kosovës dhe gjakun e derë të të rëndëve, si edhe ndihmën e faktorit ndërkombëtar gjithsesi NATO, liria nuk do të arrijej. Të nderuar kryetar, ekzekutiv, të nderuar kolegë, të gjitha partive politike, unë sot sjell një mesazh për herë të dytë në këtë foltore, duke dedikuar familjet të dëshmorëve, veteranëve dhe invalidëve të cilët vazhdojnë të shprehë pakënaqësitë e tyre nga politika barja jonë, duke mos i përkrahur me dinjitet, dhe duke i kujtuar vetëm formalisht me fotografi në ditët e caktuara festive siç është sot dhe në përfushatat zgjedhore. Unë mendoj dhe pajtohem plotësisht me këtë brejtje të cilën e sjellën nga shumë shokë dhe miq, lënë mjaft për të dëshiruar në kuvendin komunal nga ekzekutivi dhe të gjitha organet varëse, sepse nuk janë duke u trajtuar këto kategori dhe familjet e tyre me dinjitet, si në shkollim, punësim dhe trajtim në jetën e tyre. Mirë, po kjo nuk është asgjë. Ne e dimë që qeverisja e fundit ose 5 vitet e fundit, kjo kategori e luftës është diskriminuar për të masave, që nuk është pritur asnjëherë. Pra, kategoritë e lirisë u larguan nga ligji, u larguan nga paga minimale, e cila ka qenë e rregulluar me ligj. Qeverisja e ardhshme, kushdo që është ajo, qoftë qeveria Kurti, apo cila do qeveri që do të vjen, kërkojmë që të qysh në seancën e parë, që të sillet ligji në parlament, të votohet, të merr formën e prerë dhe të kjo kategori të respektohet me dinjitet. Sepse dërgimi i dosjeve në gjykatë ka qenë padrejtësisht. Nuk ka prokuror dhe gjykat e cila mund të trajton dhe të jep epilog këtij farloj qëllimit të caktuar. Mendoj se është fundi që të filmi, sepse ne nuk mund të arrijmë sukses para diplomatëve të huaj derisa diskriminojmë vëllezërit tonë, ata të cilët dhanë më së shumti për këtë vend. Lavdi familjes së legjendare të Adem Jasharit, lavdi gjithë herojve dhe martirëve të Kosovës. Faleminderit. Ju faleminderit zotri Muçaj, atëherë vazhdoj me përfaqësuesin nga nisma. Të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalid dhe veteran të ushtrisë shërimtar të Kosovës, nderuar nën kryetari i komunës zotri Kujtim Gashi, të nderuar kolegë kuvendar, nderuara kryesuese, të nderuar drejtor përfaqësues të ushtrisë së Kosovës, trashëgimtari i ushtrisë shërimtare të Kosovës, përfaqësues të policisë së Kosovës, përfaqësues të KFOR-it, të bashkësive fetare, media, gazetar, shoqëri civile të nderuar të pranishëm. Sot po bëhen 27 vite nga lufta prej Kazit dhe betejë heroike e familjes së komandantit legjendar Adem Jashari. Ngjarje kjo që për çdo ditë është duke
madhështuar dhe përjetësuar në historinë e kombit tonë, pra është një ngjarje që ndryshoi historinë e Kosovës dhe historinë kombëtare. Familja e Shaban Jasharit ishte bazë e cila u sulmua disa herë nga forcat serboslave dhe si sulmi i parë ishte kur familja u sulmua me 30 dhjetor 1991. Duke e parë rrezikun nga Adem Jashari dhe nga baza e ushtrisë kombëtare të Kosovës dhe sulmet që i organizonte Adem Jashari dhe njësitë të UÇK-s, forcat serbe rrethojnë prapë dhe sulmojnë për të dytën herë familjen e Shaban Jasharit me 22 janar 1998. Forcat serboslave, pas disfatës që e psuan me 22 janar 1998, kishin filluar përgatitjet për një sulm me përmasa më të mëdha, me polici dhe ushtri, ku edhe filloi sulmi pikërisht sot 27 vite para mëngjesit, pra me 5 mars 1998. Këtë herë, forcat e mëdha ushtarake dhe policore kishin rrethuar Prekazin dhe pikërisht ishin orientuar tek familja e komandantit legjendar dhe lagjen e Jashareve. Për eliminimin e bazës UÇK-s dhe familjes Jashari në krye me Adem legjendarin. Këtu ishte bërë një luftë e rreptë. Kemi edhe shokë që kanë qenë dhe kanë përjetuar gjithë atë epopejë të 5, 6 dhe 7 marsit. Këtë herë, armiku kishte vendosur të rrethoj dhe t'ja bëjnë një rrethim të hekurt Prekazit legjendar dhe familjes Jashari, me artilleri dhe armatim të rëndë. Pas një lufte dhe një rezistencë të madhe që e bëri Adem Jashari dhe familja Jashari, këto 3 ditë ranë heroikisht dhe u vranë 55 vetë, në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Armiku mendoi se do ta shkatrojë këtë bazë, por jo, ai kurrëherë nuk mundi me shkatrue, por ne vazhduam me vendosmëri luftën për liri dhe pavarësi. Të nderuar të pranishëm, kjo luftë ishte një kushtrim për gjithë ne shqiptarë, kudo që ishin. Se lufta ka qenë vetmja mënyrë që mund të çlirohet vendi dhe të rezultoj pastaj edhe me zgjerimin e ushtrisë kombëtare të Kosovës ose për pjesë tjera të Kosovës dhe viseve të Kosovës për rreth me vonë për Ilirit, Preshevë, Medvegjë dhe Janovës. Dhe si rezultati i kësaj me 12 qershor 1999, Kosova çlirohet nga okupatori serb dhe me 17 shkurt 2008 ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi shpall pavarësinë e shtetit sovran dhe të pavarur pra Republikën e Kosovës, ku sot ata mbahen padrejtisht në Hag, së bashku me ish kryetarin e parlamentit Jakub Krasniqi, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe me han bashkëluftarët e Adem Jasharit. Të nderuar të pranishëm, pa luftën heroike të komandantit legjendar Adem Jasharit dhe familjes së tij, dhe pa gjakun e derdhur të gjithë dëshmorëve, nuk do ta kishin këtë liri. Pa luftën dhe gjakun e derdhur të herojtë të kombit Remzi Ademaj, komandant Petritit, herojtë të kombit Xhevat Berisha, Selahattin Berisha, Agim Shala, Besim Shala, Isan Ergjebi, Ismail Kryziu dhe gjithë dëshmorë dhe martirë që ranë në luftë kundër armikut serboslav, ne nuk do ta kishim këtë liri edhe këtë shtet që e kemi sot. Pra në fund, më falë se nuk përshëndetën në fillim, sepse jo, e meriton se jetë gjithë një prezent tonë. Një herët edhe ishi burgosën politik, profesor dhe kryetari pari i komunës së Prizrenit, po dhe bashkë veprimtari i komandantit Remzi Ademaj, edhe një veprimtari të madhe që e gëzon një respekt jashtëzakonisht madhe. Kështu që të kërkoj falje se përshesin ka një gjonat. Andaj lavdi familjes Jashari, lavdi të gjithë dëshmorëve, lavdi ushtrisë kombëtare të Kosovës. Ju falenderoj gjithë. Ju falenderit të zot Riçoni për këtë fjalim, atëherë ftojmë përfaqësuesin nga komuniteti turk që ta marrë fjalën.
Përshëndetje kryesuese, i nderuar në kryetar, të nderuar ish kryetari Kryeziu, përfaqësues të policisë, ushtrisë Kosovës, përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta, të nderuar drejtorët, kolegët kuvendar, përfaqësues të mediave, i nderuari konsullati turk, përfaqësues të OJQ-ve të ndryshme dhe qytetarë të komunës së Prizrenit. Epopeja e UÇK-s konsiderohet si një nga betejat më të lavdishme të luftës për çlirimin e Kosovës. Forcat serbe e kishin shënjestër komandantin e përgjithshëm të UÇK-s, Adem Jashari, pasi për ta ndalur fuqinë në rritje të UÇK-s, duhej eliminuar komandanti i saj. Me 5 mars 1998, shtëpia e tij në Prekaz u rrethua nga njësitë ushtarake serbe. Rezistenca e Prekazit 5, 6, 7 marsi ishte një betejë që zgjati 3 ditë e 3 net. Familja Jashari, përballë mijëra ushtarëve serb dhe artillerisë së rënd, nuk u dorëzua dhe qëndroi heroikisht deri në fund. Fatkeqësisht, në përfundim të ditës së tretë, komandanti legjendar Adem Jashari dhe 55 anëtar të familjes së tij ranë dëshmor në këtë betejë. Ky akt tronditi thellë popullin e Kosovës. Tashmë kishte vetëm dy rrugë: ose të dorëzoheshin përballë regjimit serb, ose të luftonin për liri duke mbështetur UÇK-n. Pas kësaj, radhët e UÇK-s filluan të shtoheshin me mijëra luftetar të rinj. Populli mbështeti UÇK-n me të gjitha mjetet që kishte në dispozicion. Ndërkohë, komuniteti ndërkombëtar filloi të kushtonte më shumë vëmendje situatës në Kosovë dhe të merrte masa kundër regjimit serb. Masakrat dhe krimet kundër njerëzimit që ndodhin në Kosovë u bën temë kryesore në organizata ndërkombëtare, ndërsa UÇK-ja vazhdonte luftën në terren dhe ndërhyrja e NATO-s dhe në fund okupimit serb dhe kurorizoi luftën çlirimtare të Kosovës me fitore. Epopeja 5-6-7 marsi, e njohur si epopeja e UÇK-s, u bë një moment historik në rrugën e drejt lirisë së Kosovës. Për këtë arsye, Adem Jashari dhe familja e tij do të mbeten përgjithmonë në kujdesin e kombit si heronj të pavdekshëm të lirisë. Në këtë ditë të shenuar, përkulemi me respekt përpara veprës së komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve të kombit, dhe dua të theksoj se mirënjohja jonë për ta është e përjetshme. Nderimi dhe respekti ynë përket gjithashtu veteranëve dhe invalidëve të luftës, të cilët dhanë gjithçka për këtë kauz të shenjtë. Me këtë rast, përshëndes me respekt të gjithë pjesëmarrësët në këtë ceremoni për kujtimore të epopes UÇK-s me 5-6-7 marsi. Pasi që nuk kemi pasur përkthim në gjuhën turke, do të vazhdoj edhe fjalimin në gjuhën turke. Sayın Belediye Meclis Başkanımız, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Başkan Yardımcımız, değerli polis mensubu, asker mensubu üyeleri, çok değerli UÇK derneklerin temsilcileri, saygıdeğer müdürler, değerli meclis üyeleri, medya temsilcileri, saygıdeğer başkonsolosumuz, değerli dernek temsilcilerimiz ve Prizren Belediyesi saygıdeğer vatandaşları. UÇK destanı, Kosova Kurtuluşu'nun mücadelesinde en önemli kahramanlık destanlığı olarak bilinmektedir. Sırp güçlerinin hedefinde UÇK Başkomutanı Adem Jashari vardı. Çünkü UÇK'nın büyüyen gücünü kırmak için Başkomutan Adem Jashari'nin durdurulması gerekiyordu. Başkomutan 5 Mart 1998 günü Prekaz'daki evinde Sırp askeri birliklerince kuşatma altına alındı. 5, 6, 7 Mart 1998 Prekaz direnişi 3 gün 3 gece süren bir direniştir. Jashari ailesi binlerce Sırp askerine ve ağır silahlara karşı teslim olmayarak büyük bir direniş göstermiştir. Maalesef 3. günün sonunda UÇK Başkomutanı Adem Jashari ve Jashari ailesinden 55 kişi bu direnişte şehit olmuştur. Bu olay
Kosova halkına derinden etkilemiştir. Yas rejimine teslim olunacaktı ya da bağımsızlık inancıyla UÇK'ya destek verilecekti. Bundan sonra UÇK'ya katılım artmaya başladı. Halk farklı yollarla UÇK'ya destek oldu. Uluslararası kamuoyu Kosova'da yaşanan olaylarla ilgilenmeye ve Sırp hükümetine karşı önlem almaya başladı. Kosova'da yaşanan katliamlar ve insanlık onuruna karşı işlenen suçlar uluslararası örgütlerin gündeminde yer aldı. UÇK'nın sahada Sırp birliklerine karşı mücadelesi devam ederken NATO'nun müdahalesi sonucunda Kosova kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandırmıştır. 5, 6, 7 Mart UÇK destanı olarak bilinen bu direniş Kosova'nın kurtuluş mücadelesine bir dönüm noktası olmuştur. Bu nedenle Kosova halkı Şehit Başkomutan Adem Yaşari ve Yaşari ailesini her zaman ölümsüz kahramanlar olarak hatırlayacaktır. Sözlerimi sonlandırırken başta Başkomutan Şehit Adem Yaşari ve Yaşari ailesinin bütün şehitlerini minnetle anarken bu uğurda kahramanca savaşan bütün şehitlerimize, gazilerimize ve veteranlara minnet borcumuzun olduğunu daima hatırlayarak 5, 6, 7 Mart UÇK Destanı Anma Töreni'ne katılım gösteren herkesi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler, faleminderit. Ju falenderit zotin Simiqiu, atëherë vazhdojmë me përfaqësuesin nga komuniteti bosnjak. Hvala predsjedavajuća. Poštovani familije Pariboraca, poštovani invalidi rata, poštovani predstavnici FSK, poštovani predstavnici policije, poštovani potpredsjednici opštine gospodine Kujtim Gaši, poštovani prvi predsjedniče profesore Kadri Kreziju, poštovani kolege, odbornici, poštovani predstavnici islamskih verskih zajednica, poštovani predstavnici konzulata Turske, poštovani građani Republike Kosova, ovaj historijski moment označava ogromnu žrtvu porodice Jašari, ali i posvećenost oslobodilačke vojske Kosova i naroda koje živi na Kosovu prema slobodi, oslobođavanju i višedecenijske okupatorske vlasti. Obeležavanje ovih datuma je dokaz i svest zahvalnost našeg naroda i države prema porodici Jašari i svima herojima pravedne borbe za nezavisnost Republike Kosova. Njihova žrtva je samo dokaz koja sloboda bila važan ideal i u njihovim životima. Stoga neka je rahmet duši svim koji su svoje živote položili za slobodu i nezavisnost Republike Kosova. Veliko hvala i onima koji su dan danas bore za pravednost oslobodilačkog rata u Hagu. Naše misli i naša podrška mora biti sa njima u ovim teškim danima. Sloboda ima ime. Faleminderit. Hvala. Ju falemderit të zotri Arifi, tani kemi nderin që ta dëgjojmë një fjalë mbrasti edhe nga nënkryetari i komunës së Prizrenit, zotri Kujtim Gashi. E nderuara kryesuese e Kuvendit, zoni Antigona Betyqi, të respektuar asamblesë, drejtorë dhe përfaqësues të institucioneve lokale të Prizrenit, të nderuar familjarë të dëshmorëve, veteran dhe invalid të ushtrisë lirëtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e ushtrisë lirëtare të Kosovës, Zotë Is, Gjavit, Burim, Nuhi, Enver, falenderit për prezencë, shumë të respektuar përfaqësues të Policisë Kosovës, komandant Fatan, i nderuar ish kryetari i komunës, profesor Kadri Kreziu, të nderuar përfaqësues konsull i Republikës së Turqisë në Prizren, drejtori i Qendrës Rajonale të Trashëgimisë Kulturore, përfaqësues të komuniteteve të biznesit, gratë të nderuar që përfaqësoni organizatat e grave në Prizren. Mirë se keni ardhur këtë seancë solemne, lejoni që në emër tim dhe në emër të kryetarit të
Prizrenit, zotit Shaqitotat, ju falenderoj për prani. Sot jemi mbledhur në këtë seancë solemne të Kuvendit Komunës Prizrenit për të kujtuar dhe nderuar njën nga momentet më të lavdishme të historisë tonë kombëtare. Epopejën e UÇK-s në këto 3 ditë të marsit 1998, Drenica dhe gjithë Kosova dëshmuan heroizmin dhe vendosmërinë e një populli që nuk pranoi të nënshtrohej përballë dhunës dhe padrejtësisë. Në zemrën e Drenicës, në Prekaz, u ngrit një kala e pamposhtër, shtëpia e familjes Jashari, e cila është ndërruar në simbol të qëndresës dhe sakrificës më sublime për lirinë e Kosovës. Komandanti legjendar Adem Jashari, së bashku me familjen e tij dhe luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, u përballën me një armik të pamëshirshëm, duke dëshmuar se liria ka një çmim të lartë, por të panegociueshëm. Data 5, 6 dhe 7 mars nuk janë thjesht ditë në kalendar, por janë 3 ditët që ndryshuan përgjithmonë rrjedhën e historisë tonë. Për 3 ditë e 3 net, forcat serbe hodhen mbi kullën e Jasharëve gjithçka që kishin: municion, tanke, mortaja, por nuk munden të shuajnin flakën e lirisë. Ishte një përballje mes të mirës dhe të keqes, mes një populli që kërkonte të jetonte i lirë dhe një regjimi që synonte të shfaroste. Ne e dim të gjithë përfundimin e asaj betejë. Familja Jashari ra heroikisht, por ata nuk u mposhtën, ata u përjetësuan në simbol të qëndresës, krenarisë dhe dinitetit tonë kombëtar. Gjaku i tyre nuk u derdhët kot. Ai u bën thirrje për mirat e rinë e të reja që u bashkuan radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për ta vazhduar betejën që çoi në çlirimin dhe pavarësimin e Kosovës. Sot, ndërsa qëndrojmë këtu, të lirë dhe krenar, duhet të kujtojmë si kjo liri është e fituar me gjak dhe sakrificë. Ajo erdhi fal të emrisë së familjes Jashari, mirat dëshmore dhe luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por edhe fal mbështetjes së aleatëve tanë strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Turqisë, NATO-s dhe partnerëve tonë evropian. Por amaneti dëshmorëve tanë nuk ishte vetëm çlirimi. Ai ishte edhe ndërtimi i një Kosove të fortë, të drejtë dhe të bashkuar. Prandaj është detyrimi ynë i përhershëm që ta ruajmë dhe ta zhvillojmë këtë vend me dinitet, integritet dhe përkushtim. Lavdi e përjetshme familjes së Adem Jasharit dhe të gjithë dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ju falenderit. Ju falenderit i nderuar nënkryetar. Atëherë të nderuar të pranishëm, duke ju uruar edhe një herë për këto data të lavdisë, ju falenderoj shumë për pjesëmarrje dhe mirupafshim në seanca tjera. Faleminderit shumë.